Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sekreti i fasuleve, si t'i zgjeni shpejt dhe pa mundim. Eksperti zbulon sekretin. Të thjeshta, të shëndetshme dhe gatimi më ekonomik. Fasulet janë receta sekrete çdo anvise shqiptare. Të dirë si të përgatisësh fasulet në mënyrën e duhur të ndihmon që të shmangësh gabimet e zakonshme. Ndonjëherë fasulet nuk ziejnë tamam, ndonjëherë zbuten dhe pothuajse treten kur gatuhen. Në këtë video, ne do t'ju sillim mënyrën më të mirë për të përgatitur çdo herë fasulet perfekte. Përpara se të filloni, një hap kyç në përgatitjen e fasuleve është të dini vjetërsinë e tyre. Dhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, ne ju sugjerojmë që t'i gatuani brenda vitit. Përpara se t'i përdorni për gatim, duhet t'i shpëlani me ujë të bollshëm për çdo papastërti, si edhe të qëroni ato që mund të jenë të prishura. Vjetërsia e fasuleve ndikon drejt për drejt në kohëzgjatjen që nevojitet për t'i lënë në ujë. Zbutja në ujë. Lënia e fasuleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes, si edhe i bën ato më të lehta për t'u tretur. Nëse shtoni dhe krip në ujë, ju do të formoni një lloj shëllire dhe do të mundësoni që lëkura e fasuleve të qahet më shpejt. Zbutja në ujë gjatë natës. Lënia e fasuleve në ujë është një metodë vjetër e të gjitha anvisave shqiptare. Ne ju këshillojmë se mjafton që t'i hidhni fasulet në një enë dhe t'i mbuloni ato me ujë dhe të shtoni një luggjelle me krip për çdo 500 gram me fasule. Lëreni në ujë për rreth 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni për recetën tuaj. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujin kur zhyten fasulet nuk i lejon ato që të zjejnë plotësisht, por në të vërtetë ndodh që fasulet kanë qenë të vjetra dhe kanë kërkuar shumë kohë të zbuten ose as nuk janë zbutur. Si edhe uji i shtëpisë tuaj mund të jetë i pasur me shumë minerale të cilat i japin atij një fortësi dhe nuk lejon në zbutjen e këtyre bishtajoreve. Megjithatë, për të anashkaluar dilemën nëse kripa ndikon apo jo vërtet në kohën e zjerjes së fasuleve, mund të zbusni fasulet në ujë dhe sasinë e kripës shtojeni në fillim apo në fund të gatimit sipas preferencës. Zbutja e shpejtë. Një tjetër metodë është edhe zbutja e shpejtë, e cila mundëson që ju të përgatisni recetën tuaj vetëm në disa orë pa sakrifikuar shijen apo teksturën e fasuleve. Nga ana tjetër, vendosni fasulet në tenxhere të mbuluara afërsisht 4 gisht me ujë. Tenxherën lëreni që të zjejë në zjarr derisa ajo të zjejë plotësisht dhe pasi të kenë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lëreni në ujë dhe për 1 orë. Kullojini, shplajni dhe vazhdoni me recetën tuaj. Ose mos i zbusni në ujë. Ky është një sekret i cili mund edhe të mos e dini. Mund t'i gatuani fasulet edhe pa i zbutur në ujë. Mjafton që t'i shtoni në tenxherën ku keni vendosur të përgatisni recetën tuaj. Gjithashtu, mjafton që t'i shtoni në tenxhere dhe të keni kujdes me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës ai do të avullojë. Lëreni fasulet që të zjejnë për 1 ose 2 orë. Her pas here shtoni ujë, lëng, perimesh apo mishi, aq sa fasulet të jenë të mbuluara. Vazhdoni me këtë proces derisa ato të jenë gati. Gatimi i fasuleve me tenxhere të zakonshme. Vendoseni fasulet në një tenxhere dhe hidheni ujë derisa të mbulohen plotësisht dhe kalojeni në zjarr të ngadalt. Ne ju sugjerojmë që t'i përzieni shpesh që të mos lejoni ngjitjen e tyre në fund të tenxheres.
Nëse ato bien në fundin e tenxheres, do të qahet lëkura dhe fasulet do të zbuten tej mase, duke rezultuar në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat. Në varësi të vjetërsisë së fasulet, kohëzgjatja e zjerjes së tyre lëviz nga 1 deri në 2 orë për fasulet e reja dhe 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Gatimi me tenxhere me presion. Për këtë metodë vendoseni fasulet e zbutura në ujë ose jo në tenxherën me presion të mbuluara me ujë. Shtoni krip dhe erza që ju preferoni, një lugë gjelle me vaj ulliri i cili do të parandalojë bllokimin e valvulës së presionit të avullit. Zjeni për 5 deri në 10 minuta në zjarr të lartë për fasulet e vogla dhe rreth 35 deri në 40 për fasulet e mëdha. Ne ju këshillojmë që të tregoni kujdes pasi nëse i keni lënë ato në ujë për t'i zbutur, ato do të përgatiten shumë herë më shpejt. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë se si të kuptoni në qoftë se fasulet janë gati. Mjafton që me ndihmën e një luge të merrni disa kokra dhe do të shikoni në qoftë se lëkura e tyre është e rrudhur. Më pas, kur janë gati, ato do të jenë të buta deri në qendër, por jo të zbutura derisa të humbasin plotësisht formën e tyre. Gjithashtu fasulet kanë vlera të jashtëzakonshme për shëndetin tuaj, duke qenë se përmbajnë të gjitha mineralet, vitaminat e nevojshme, si edhe të gjitha lëndët ushqyese për të cilat trupi jon ka nevojë. Fasulet janë të pasura me minerale si hekur, magnez dhe kalium, si edhe vitamina si folati. Këto lëndë ushqyese janë thelbësore për shumë funksione vitale të trupit. Fasulet përmbajnë edhe një sasi të lartë të antioksidantëve të cilët ndihmojnë në luftimin e dëmtimeve të shkaktuara nga radikalet e lira në trup. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e disa sëmundjeve dhe në plakjen e ngadaltë. Gjithashtu, fasulet kanë një indeks të ulët glicemik që do të thotë se ato ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Kjo është veçanërisht e dobishme për njerëzit me diabet ose ata që janë në rrezik të prekjes nga kjo sëmundje. Ulin në rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Fasulet përmbajnë sasi të larta të fibrave të tretshme të cilat janë të njohura për të ulur kolesterolin e keq. Kjo mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Fasulet janë një burim i mirë i proteinave bimore të cilat janë thelbësore për rritjen dhe riparimin e qelizave të trupit. Proteinat nga fasulet janë veçanërisht të rëndësishme për ata të cilët ndjekin një dietë vegetariane ose vegane. Fasulet janë edhe një burim i shkëlqyer i fibrave të cilat janë tërësisht të shëndetshme sidomos për shëndetin e zorrëve. Fibrat nga ana tjetër ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të zorrëve dhe mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të kapsllëkut. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.